Anna Kallaku ka tërhequr vëmendjen e rrjeteve sociale me një postim të fundit ku ka folur hapur për marrëdhënien me të dashurën e re të vëllait, aktorit Bes Kallaku. Në një bashkëbisedim virtual me ndjekësit në Instagram, ajo ka ndarë detaje për raportin e saj me Ejonën, partnerin e re të Besit, duke treguar një afrimitet të veçantë dhe mbështetje të plotë për lidhjen e tyre. Ajo madje ka publikuar edhe një foto ku shfaqet e përqafuar me të, ndonë duke e fshehur portretin. Ndjekësit e kanë pyetur moderatoren për marrëdhënien me kunatën e re, ndërsa përgjigjja e saj ka qenë mjaft emocionale dhe e drejtë për drejtë. Sa shumë pyetje kam në inbox për Ejonën, ajo është një burim i kulluar gëzimin në shtëpinë tonë, pas kam pritur 33 vite për të, shkroi Ana duke theksuar se e mirëpret plotësisht në familje partnerin e re të vëllait të saj. E njëjta temë ka ngjallur kuriozitetet tek ndjekësit, të cilët kanë pyetur nëse çifti do të shfaqet së shpejti publikisht. Sipas Anës, mungesa e daleve publike dhe fotove të plota nuk lidhet me fshehtësi, por është një zgjedhje personale e Ejonës për të ruajtur privatësinë e saj. Pavarësisht dëshirës sonë të madhe, është totalisht zgjedhja e Ejonës sonë për të mos u ekspozuar, shkroi ajo. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar. Faleminderit.